Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma konkretisht kemi shpjegu atë ngjarjen e filit e kemi shpjeguar, po, ngjarjet e elefandit, edhe martesën e Abdullahut, babës e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me Aminën e kemi shpjegu, dhe kemi sqaruar se si jeta bashkëtorë e këtyre dy të rinjve. Thuhet që Abdullahu, baba e pejgamberit sa ka qenë shumë i ri kur është martu, 18 vjeçar, ka qenë, do thot, nuk ka qenë e gjatë. Bile disa prej historianëve thonë që vetëm disa ditë ka nejt Abdullahi me Aminën, e me njëherë ka fillu udhëtimin për në Sham për tregti, edhe ajo ndaja ka qenë disa net. Disa kanë thënë pak më shumë, 1 muaj apo 2, po sidoqoftë ajo ndaja dhe e çiftit mes vete ka qenë shumë e vogël, domthonë koha shumë e shkurt, dhe ka ndodhur ajo që ndodhi që Abdullahi, baba e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka vdekur në Medinë, rrugës duke u kthyer. Medinë kanë qenë dajt e Abdullahit, edhe ka qëndru të dajt për shkak se ka qenë i smur, edhe kështu që kur kthehet karavani, kthehet pa të. Dhe kur shkojnë me marr, pastaj ai veç kishte vdekur dhe kishin pa varros. Thuhet kur ka vdek Abdullah pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë barkun e nënës 2 mujor. Dhe kjo është e sakta që e përzgjodhin të gjithë shumica historianëve, megjithse ka thënie që kjo ka ndodhur më vonë, do thotë ka prej transmetuesve që kanë thonë 2 muaj ka qenë i gjallë, masi që ka lind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndodhur kjo vdekja. Po e sakta është para se me lind, po du me përmend këto që nëse Aleikum selam wa nëse dëgjoni ndonjë thënie, ta dini që ka disa prej historianëve thonë që 2 muaj masi që ka lind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndodhur kjo ngjarja e vdekjes së babës së tij. Po e sakta është 2 muaj para, domthonë kur ka qenë barkun e nënës së tij. Dhe kjo është e sakta. Gjëja e dytë që është e rëndësishme me u cekt në këtë rast është fakti se kur ka vdek Abdullahi, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ja ka lënë 5 deve, domthonë trashëgimi, i kanë taku 5 deve, i ka pas 1 kope të delev, nuk dihet saktë sa, po 1 kope, edhe 1 robresh që ma vonë e pranon Islamin, po që kjo ka qenë pasuria Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që s'mundesh me thonë që ka qenë i varfër krejtësisht, po jo edhe ku me ditë sa i pasun, po një mesatare të jetës kur ka vdek baba i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Gjëja tjetër që është e rëndësishme me u cek në ato që kemi përmend javën e kaluar, është tek ngjarja e filit, do thotë elefandit, megjithse ajeti shumë i qartë sqaron që Allah xhallahu ala ka dërguar zogj edhe i ka mbyt ata ushtrinë e Ebrahës, e kemi përmend këtë, kuptohet ata orientalista që kanë folë për këtë histori e kanë mohu këtë duke thonë që kjo s'mundet me ndodhë. Po fatkeqësisht ka disa prej njerëzve të ndikuar, prej muslimanëve të ndikuar se kemi përmend disa herë që orientalistat ka që kanë shkruajtur libra për historinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të njohur. Disa kanë qenë ma të korrekt ndaj tij, disa kanë tentuar me fut huti edhe paqartësi në mesin e muslimanëve sipas pretendimeve që i kanë pas. E tash në këtë ngjarje ka disa muslimanë që edhe pastaj kanë shkruajtur për historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur e kanë përmend këtë ngjarje, ka prej tyre që kanë mohu ngjarjen e ardhjes së çatyne zogjve, jo ngjarjen e ardhjes së Abrahas, edhe po çajo ngjarje faktikisht që përmendet në surën El-Fil, e kanë mohu edhe kanë thonë ajo është aspekt alegorik, është përmend vetëm në aspekt alegorik, do thotë është përmend në atë formë, po jo se ka ndodhur drejt. Ka ndodhur domosdoshmë çashtu që është përmendet në surë që Allah xhallahu ala ka dërguar zog edhe i ka sulmu ata.
Por e sakta është ajo që ka përmend Allahu i Madhërisht në Kur'anin famlar, edhe këtë ajo çfarë e përmendin disa historian edhe prej muslimanëve, të pakt, po fatkeqësisht kanë qenë ndikuar prej atyre pretendimeve të orientalistëve dhe e kanë mohu me një fjalë dhe kanë thonë ajo çfarë përmendet në Kur'an është çështja alegorike dhe kanë mohu. Po e përmendin këtë për me pas parasysh për shkak se njëri me e përgatit veten dhe me kanë domthonë mi pas parasysh edhe trajtimet edhe sqarimet që i bojnë njerëzit në përgjithësi. Prandaj kanë tentuar me e mohu, jo me mohu ngjarjen tërësisht, për arsye se ngjarja është shumë e qartë, shumë e njohur, është e përmendur, edhe ju kujtohet kur kemi përmend te caktimi i datave. Tek arabët nuk është caktuar planifikimi ose data, veç se në kohën e kujt Omerit radhiyallahu ta'ala anhu, që i bën disa dekada mas ndrrimit të jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po kjo ngjarje e filit ka qenë diçka shumë e jashtëzakonshme edhe njerëzit shumë gjëra e kanë lidhur me këtë. Kanë thonë 2 vite për shembull para ngjarjes së filit ose çikash vite pas ngjarjes së filit, për shkak se me thonë kushtimisht sikurse neve që na ka ndodhur Covidi, mos me pas 2019 që i thujmë, me caktu me thonë para Covidit, mas Covidit, domthonë për arsye se është diçka e jashtëzakonshme edhe njerëzit i lidhin inflacionin ose krizën ose shumë sene e lidhin me këtë ngjarje dhe thonë para dhe pas. E kështu do thotë ka qenë llogaritja. Prandaj ngjarja si ngjarje ka qenë shumë e njohur, por njerëzit e kanë mohu atë shpjegimin edhe sqarimin që e bën Allahu xhalla wala, që në fakt pejgamber Allahu i Madhërisht ka zbrit për tregu se si Allahu xhalla wala e ka rujt këtë vend në cilën do të lindë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe do të zhvillohet ato ngjarje dhe do të bëhet personi i cili thirrja e tij, pra daveti i tij dhe ajo me cilën i është shpall atij do ta përthekoj tër botën me lejen e Allahut Madhërisht. Prandaj edhe Allahu xhalla wala e ka ruajt këtë vend edhe ja ka paraprik këtë ngjarje për me pas parasysh njerëzit, edhe Allahu xhalla wala ju ka fol kujt banorëve të Mekës me i pas parasysh këtë ngjarje se nuk ka ndodhur rastësisht, edhe ajo mbrojtje që Allahu xhalla wala ja ka bë Mekës nuk ka qenë me thon kushtimisht për shkak të idhujve ose asaj që kanë qenë aty në atë kohë, mirë po për shkak të asaj që ka më ndodh pas lindjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra këto ishin disa sqarime faktikisht kishin të bënin me atë që e shpjeguam herën e kaluam, e tash vazhdojmë tek lindja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ashtu që përmendëm, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë 2 muaj në barkun e nënës së tij kur ka vdek baba i tij, edhe kur ka ardhur lajmi i vdekjes së babës së tij. Ka qenë pra një moment shumë i mërzitshëm, për shkak fillimisht mërzia se ka qenë i ri, pastaj martesa në kohë të re, pastaj ka lënë pra Aminën do thotë në një moshë shumë të re, gjithashtu edhe me barë, dhe ka qenë një mërzi për krejt, me thonë kushtimisht, jo vetëm për nanën Aminën, jo vetëm për gjyshin Abdul Muttalibin, po për krejt farefisin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kanë qenë shumë të mërzitur për shkak asaj ngjarje. Dhe çfarë ndodhi pastaj kur thuhet që Amineja ka pa ëndër për këtë ngjarje, faktikisht ka pa ëndër që edhe mja lën emrin Muhammed. Emërtimi me emrin Muhammed nuk ka qenë shumë i përhapur në mesin e arabëve, domthonë nuk është përdorur si emër, megjithse ata posaçërisht banorët e Medinës ka pas prej tynëve të rrallë, jo shumë, që i kanë emërtuar fëmijët e tyre për arsye se i kanë dëgjuar prej jahudive posaçërisht që kanë qenë banorë të Medinës, që ka me ardhur një njeri që ka me pas emrin Muhammed, Ahmed, që ka ardhur edhe në Kur'anin famlar, edhe do të flasim për emrat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam pak më vonë, po sidoqoftë e kanë dëgjuar edhe kanë emërtuar.
Po ajo që ka është ditë, edhe s'është ditë, është që do t'jetë Muhamedi ose pejgamberi i fundit prej arabëve, këtë nuk kanë qenë shumë të sigurt, për arsye se jahudit në përgjithësi kanë pretenduar se ai njeri do t'jetë prej tyne, jo prej arabëve. Megjithëse disa përshkrime, ashtu që është ndodhur edhe me Salman el-Farisi, thuhet që ka qenë, do thotë, e përshkruar edhe që do t'jetë prej arabëve. Por këtë gjë faktikisht hebrejt posaçërisht nuk kanë arritë edhe me përbi, edhe për çata edhe një numër i konsiderueshëm i tyre në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe pse kanë ditë nga xhelozia, zilia edhe inati pse më ndodhi kjo, kanë refuzuar shpalljen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sidoqoftë tregohet që Aminea e ka panë ëndër dhe i është përcjell që ta emërtoj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me këtë emër. Edhe çfarë ndodh pastaj, lind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe në lindjen e tij nuk ka në formë të prerë kur ka lind. Ajo që është më e njohur te na zakonisht që e festojnë edhe me vludin është kur muji Rabiul Awwal, Rabiul Awwal data e 12. Domthonë me 12 Rabiul Awwal në 570 sipas kalendarit, pra të domthonë pas erës, domthonë kalendarit gregorian, pra ka lind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po ka transmetime që kjo ka ndodhur me 2 Rabiul Awwal, jo me 12, me 2 Rabiul Awwal. Po ka transmetime që ka ndodhur me 9 Rabiul Awwal. Kështu që nuk është shumë e qartë datëlindja e tij, për shkak të asaj evidentimit edhe datave, bile ka disa njerëz njohës të astronomisë, me thonë kushtimisht, që kanë përzgjedhur që viti i lindjes nuk ka qenë 570, po ka qenë 571. Po sidoqoftë, nuk është shumë diçka shumë e rëndësishme kjo me ditë qartë, po vetëm sa për informacion me i ditë këto janë domosdoshmë datat që përmenden në aspektin e lindjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Më e njohur është 12 Rabiul Awwal, ka transmetime me 2 Rabiul Awwal. Rabiul Awwal për dinë se cili muaj është. Muaji i parë është Muharremi, tani është Seferi, tani është Rabiul Awwal, është muaji i tretë. Tani është Rabiul Thani, tani është Jumada al-Ula, Jumada al-Thani, po Rabiul Awwal është muaji i tretë sipas kalendarit hënor. Pra muaji i tretë. Sipas kalendarit hënor. Dhe për çfarë thonë muaji i Mevludit në përgjithësi bëhet ajo kremta që e kemi shpjeguar dispozitën në rregullën kur kemi folur për çështjet e akides në dersin e akides më herët. Po sidoqoftë kjo është data. Pra ka 12 Rabiul Awwal, ka transmetime 2 Rabiul Awwal, ka transmetime 9 Rabiul Awwal, edhe në vitin e lindjes përzgjedhja është 570, po ka disa kanë thonë 571. Po kjo nuk është diçka shumë decisive, e rëndësishme është që Allahu xhala ala ka paraqur me lind një njerëz i cili faktikisht ka më qenë që do t'i përmendet emri dhe do të jetë një njerëz që do të bëjë ndryshime të jashtëzakonshme në këtë rrezullin botror. Dhe ky ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ata përshkrues të historisë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur flasin për ngjarjet e lindjes, atë që e përmendin është edhe faktin që thuhet që Amine, do thotë nana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur e ka lind, edhe në atë momentin kur ndodh lindja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thuhet që së bashku me pejgamberin sa ka dalë edhe një dritë që ka shëndrit tër horizontin. Madje thuhet që ka shkuar ai ndriçimi deri në Basra të tash Irakut në atë kohë, do thotë të Shamit në përgjithësi. Pra e ka kaplu, do thotë, një ndriçim tër botën, edhe thuhet ka lind ashtu që lind pra fëmia,
thuhet që ka lind me gjun një tokë dhe ka pas të thotë të kokën kthyme ka qielli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe ka kap prej dheut apo prej tokës në ato momente të lindjes, ashtu e përshkruajnë ata njerëz, domthonë përshkruajtë e sirës, momentin e lindjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu prej gjërave që përshkruhet është se ka lind i bam synet, edhe ajo kthiza që është zakonisht që duhet mja pre, ka qenë do thotë edhe ajo e preme, domthonë e hjekt. Pra nuk ka pas nevojë me intervenu për këto dyja. Kjo disa kanë thonë se është diçka një far ishareti, disa kanë thonë nuk ka diçka të jashtëzakonshme, për arsye se ndodh kjo tek disa njerëz, ka ndodhur me lindë dhe të bëm synet, jo vetëm pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka raste edhe tash në kohën bashkëkohore që mundet me lindë, andaj kanë thonë nuk është diçka e jashtëzakonshme, mirë po kështu e përshkruajnë lindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam përshkrues e sirës, historisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pasi që lind ka qenë një gëzim i madh, mas pari për nanën, po gjithashtu edhe për gjyshin, Abdul Muttalibin, i cili ishte shumë i mërzitur për vdekjen e djalit vet, edhe ja çojnë lajmin njerëzit atij, edhe ai kur e dëgjon gëzohet shumë, edhe vjen edhe thuhet që e përqaf, edhe e qet në qabe, e çon në qabe, edhe i gëzohen krejt njerëzit, edhe falenderon Zotin, për arsye se ne kemi thënë që banorët e Mekës e kanë besu Allahun si Zot, mirë po ka pas edhe shirk kanë pas që i kanë besu që ato zotrat e vogël ose idhujt e ndryshëm që ju bajnë dobi edhe dëm. Edhe janë gëzu shumë, sa që thuhet që edhe Ebu Lehebi, ju e dini axhi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për cilin ka zbrit edhe sureja El-Mesed, Tabbat yada Abi Lahab, që Allah xhalla wala e mallkon edhe tregon fundin e tij të keqe që do ta ketë, edhe ky o gëzu, sa që thuhet ajo shërbëtorja, pra robresha e cila e ka informu për këtë lajm të jashtëzakonshëm, edhe i ka tregu që ka lind Amine, e ka lind do thotë djalin, është gëzu atë shumë, se fillimisht ata nuk e kanë ditë, a ka me kon djala qik, edhe prandaj edhe janë gëzu jashtëzakonisht, edhe në këtë rast e ka liru prej robris nga gëzimi që ka pas Ebu Lehebi për shkak të thotë të lindjes së nipit të tij, që masaneja merr inati dhe do të shpresonte që mos ishte fare. Po megjithatë në ato momente i gëzohet edhe ai si rezultat i rrethanës edhe situatës në cilën ka ndodhur lindja. Pra është një ripërtrirje për familjen edhe për me u përmend djali apo vllai i tyre në përgjithësi. Prandaj edhe janë gëzu edhe e kanë festu, ka pas të ta tradit edhe të festu dita 7 e lindjes, dhe kanë festu edhe kanë bë kremt, e kanë therr e kështu me radhë, kështu e përmendin përshkruesit e sirës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej ngjarjeve të jashtëzakonshme të cilat kanë ndodhur në atë kohë me lindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, transmetojnë shumë transmetues të sirës që në atë ditë që ka lind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Kisraja ka qenë perandori i Persisë. Edhe ky perandor në atë kohë ka qenë një nga perandorit më të mëdha asaj kohe. Thuhet që në perandorin e tyre kanë pas një pallat, edhe nga ai pallat o shem ai pallati, dhe kanë ra 14, me thonë kushtimisht, balkone. Kanë ra, do thotë, janë rrëzu prej në këtë ditë, edhe e përmendin historiant që prej ndodhive të jashtëzakonshme çfarë ka ndodhur, ka qenë kjo, edhe ka qenë një isharet se prej lindjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në rrëzimin e Kisras, do thotë perandorisë persiane, kanë jetu 14 mbretër. Prej tyre 10 kanë qenë një me mbretër Kisra, me kuptimin e fjalës shumë të mëdhej, edhe që kanë qenë superfuqi, edhe 4 të fundit që kanë përjetu rrëzimin e një domthonë kohë paskoshëm të sundimit të tyre. Dhe kjo ka qenë një prej atyre paralajmërimeve që i kanë bë, që tregojnë historianë. Prej ngjarjeve tjera
ka qenë edhe një me thonë një liçen që ka qenë afër Persisë edhe kjo në anën e Iranit, ka qenë shumë i njohur edhe shumë i madh, saqë kanë ecë edhe anijet në to, edhe ajo është zvoglu uji shumë, pothuajse është tjerë, në kohën e lindjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithashtu ngjarje tjetër që e përmendin historianët ka qenë edhe shkymja apo shuarja e zjarrit të atyre adhuruesve të zjarrit që e kanë pas, një zjarr, ju e dini që prej adhurimit tyre ka qenë që mos mu shuit kurrë. E kanë si një lloj rituali që në qatë vend mos mu shym ai zjarri kurrë. Vazhdimisht me kanë e ruajnë atë. Që edhe nëse ndodh mu harxhu ajo me çka e mbajnë ndezur, vazhdimisht me e mbajt ndezur për mos me ushu. E thuhet që edhe ai zjarr që ka qëndru i ndezur me qindra mia vite është shuajt nga lindja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këto janë vetëm disa nga ngjarjet, ka ngjarje tjera që përmendin historian, po disa prej tyre nuk janë të bazuara, disa janë vetëm që janë përmend, e këto trija shumë komentatorë dhe shumë transmetues i përmendin si fakte, pra jo ato ngjarje tjera që që i përmendin disa historian tjerë, sikur që është ndëgju një za, është dëgju biseda e gjinëve, e kështu me radhë, ka shumë transmetime, por ma të njohurat janë këto trija që i përmenda në këtë rast. Çështja tjetër që ka të bëjë me lindjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është tek emrat e tij. Tham që emri i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ja ka lënë Abdul Muttalibi, gjyshi i tij ja ka lënë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam Muhammed, që nëse e përkthejmë në shqip, domethënë i lavdëruar. Domethënë diçka që lavdërohet, diçka që ngritet, në çat kontekst ka kuptimin Muhammed. Prej që asaj është edhe fjala hamada apo alhamdulillahi, kur po thu e lavdërojmë Allahun, pra hamada është do thot Muhammed është diçka që lavdërohet, diçka që lavdërohet edhe i përmendet emri në çat kuptim. Edhe faktikisht emri Muhammed sallallahu alaihi wasallam aludon edhe në personalitetin e tij. Se për një me është lavdëru edhe lavdërohet vazhdimisht, nuk ndodh në një vend, nuk ndodh ndonjë person, nuk ndodh ndonjë musliman i cili dëshmon e që nuk e përmend emrin e tij, edhe nuk kujtohet për dhe lavdërohet ai. Për arsye se i dërgohet salavate, i dërgon edhe Allah xhela wala salavate, e dërgimi i salavateve nga ana e Allahut nuk është dua, po është lavdërim për të dhe përmendje. Prandaj edhe është emër pra që i atribuohet edhe karakterit edhe personalitetit të tij. Po ajo që është e jashtëzakonshme, e veçantë që duhet të përmenden në këtë rast është që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të sakt përmend, thotë unë i kam 5 emra. Domthonë 5 emra me të cilat është emërtu. Cilat janë ato 5 emra? E para ka thonë Muhammed, ashtu që ka emërtu Abdul Muttalibi, thuhet Abdul Muttalibi e ka emërtu edhe kur e kanë vetë pse këtë emër, se jo emër shumë i njohur në mesin arabe, ka thonë po du me emërtu me këtë emër për me lavdru Allahu edhe me lavdru njerëzit. Edhe thuhet se ndoshta edhe e ka dëgju edhe prej nanës Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se e ka pa atë ëndër, prandaj edhe e ka aprovu edhe e ka emërtu për këtë shkak. Pra ky është emri i parë. Emri i dytë është Ahmed, që faktikisht është i njëjti kuptim i fjalës Muhammed. Edhe për çata edhe fjala Ahmed, që e përmend Allahu xhela wala, me këtë emër është përmendur edhe në Tevrat, në Injil, kur e ka paralajmëru Isau alayhi salam ardhin e këtij pejgamberi, ku thot Allahu xhela wala wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmed. Që në përkthim po thot Allahu xhela wala në surën Saf ajeti 6, po thot o
kur u tha Isau i biri Merjemes, o ju benu Israel, pra domthon të bita e Israilit, është fjala hebrejve, po ju drejtohet Allah Isau alayhis salam, thot vërtet un jam i dërguar i Allahut tek ju. Allahu madhreshum ka dërguar mu pejgamber të dërguar tek ju. Musaddiqan lima bayna yadayya, për me vërtetu atë që e kam para vetë të Tevratit. Do thot me vërtetu ato mësime që ja u ka shpjegu Musa alayhis salam Tevratin, wa mubashiran bi rasulin, dhe që t'ju përgëzoj për një pejgamber që do të vi pas meje, e emri i tij është Ahmed. Emri i tij është Ahmed. Dhe pra Ahmed është një nga emrat e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ashtu që shpërmendet në këtë hadith, Ahmed, emri i dytë. Emri i tretë është wa ana al-Mahi. Edhe këtë emër e ka pas al-Mahi, që nëse e përkthejmë në shqip është diçka që e fshin, diçka që e largon. Dhe është për qëllim që ka me largu Allahu nëpërmjet tij shirkun ose kufrin. Edhe faktikisht e ka largu Allahu xhallahu ala nëpërmjet tij shirkun edhe kufrin tek njerëzimi, fillimisht tek arabët, pastaj edhe tek njerëzimi. Pra e ka largu, e ka fshi, do thot ato mbeturinat e shirkut, idhujtarisë edhe të kufrit në mesin e njerëzve. Dhe përsa tha e ka këtë emër El-Mahi, do më thonë diçka që fshin, diçka që largon. Emri tjetër është wa ana al-Hashir. Emri i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është Hashir, që nëse e përkthejmë në shpi, është në shqip do të thotë diçka që mbledhet rreth tij. El-Hashir, që diçka që mblidhen njerëzit rreth tij, dhe ka shpjeguar se është për qëllim që do të ringjallën njerëzit pas tij. Do thotë ju e dini hadithin e kemi shpjeguar atje në akide kur kemi fol për shefatin, se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të jetë i pari i cili do të ringjallet, do të kthjellet mas atij trishtimi që do ta kenë, edhe çka thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kun ka me pa prej pejgamberve po, Musa alayhis salam. Musa alayhis salam ka me pa, edhe thot nuk e di, thot a o çu para meje a mas meje. Dhe kjo është do thot ai momenti për sa ta dhe është quhet El-Hashir, se pas tina pastaj do të quhen edhe njerëzit tjerë. Dhe kjo është emri i katërt, edhe emri i pestë wa ana al-Aqib. Aqib në shqip është diçka që vjen në fund. Do diçka që pason edhe përmbyllet me të, që është për qëllim është vula e pejgamberëve, do thot fundi i pejgamberëve, pas ti nuk do të ketë pejgamber. Pra këto janë 5 emrat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: Muhammed, Ahmed, El-Mahi, El-Hashir dhe El-Aqib. Kështu i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë i kam 5 emra me të cilat jam emërtu, dhe secilin e ka shpjeguar në kuptimin e saj në këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo hadith është i saktë, e transmeton Buhariu dhe Muslimi, pra është hadith i saktë edhe i qartë. Pas këtyre emrave, ka emra tjera të shumta, me të cilat edhe Allahu xhallahu ala e ka emërtu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Prej atyre është edhe ajeti ku thot Allahu xhallahu ala: ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idhnihi wa sirajan munira. Që nëse përkthejmë shqip, po thot Allahu xhallahu ala në surën Al-Ahzab, ajeti 45-46, o ti pejgamber, o i dërguar, vërtet ne ti kemi dërgu, apo të kemi dërgu ty shahidan, dëshmitar, wa mubashiran, më anë përgëzus, lajmtar, si harigjdhënës, që jep myshde, është fjala për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Wa nadhiran, emri i tretë nadhiran është paralajmërues për të keqen, do thotë tërhesh vërejtjen. Jo mundet me kanë kërcënues në kuptimin që nëse nuk i përmbaheni kësaj, atëherë ju pret një dënim i madh. Wa da'iyan ila Allahi, wa thirs në rrugën e Allahut, bi idhnihi me lejen e tij, wa sirajan munira, edhe një kandil ndriçues. Siraj al-munir është domthon diçka që shëndrit edhe u bën dritë të tjerëve. Pra edhe këto emra janë përmend,
Pastaj kemi emra të shumta të tjera, o ma arsalnake illa rahmatan lil alamin, domthon nuk kemi dërguar përveç se mëshirë për njerëzimin, mirë po në përgjithësi ulemat thonë që këto emra që përmenden këto nuk janë emra me të cilat është emërtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po janë karakteret e tij. Për shembull, përgëzues është karakter, domthon misionin cilën e ka pas, jo që është thirrë me këtë emër, pra janë format e identifikimit me të cilat është dallu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndaj të tjerëve në përgjithësi. E kësi emra, pra ka me dhjetra, disa prej ulemave kanë thonë janë 99, sikur emrat e Allahut të Madhërisht, por nëse i hulumtojnë në Kuranin famlar, që ka libër që kanë shkruajt në emrat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe ka bërë hulumtim në krejt Kuranin, edhe në hadithet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ku është emërtu ose është përmend pejgamberi sallallahu me emra sikur që i përmendëm këtë hadithin, edhe kanë gjetë më shumë se 300-400 emra në këtë kontekst. E keni parasysh ose që ka thirrë pejgamberi sallallahu alaihi Allahu i Madhërisht pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ose që e ka shpjeguar domthonë në një situatë apo rrethon, për shembull ka prej transmetuesve kur e kanë përmend pejgamberin sallallahu thonë që ka thonë haddathani as-sadiqul masduq, kanë thonë më ka thonë apo më ka fol as-sadiqul masduq, as-sadiq do të thonë njëri i sinqert. Do të thonë që ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është emërtuar edhe me këtë emër. Al-masduq është njëri që i kanë besuar të tjerët. Pra çka ka thonë i kanë besuar të tjerët. Pra e kanë përmend këtë formë për me tregu afërsinë që e ka pas, edhe vërtet ajo që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë e sinqert, edhe e drejtë, edhe e saktë, që nuk ka fol nga vetja e tij, po ajo që ka thonë ka qenë shpallje prej Allahut të Madhërisht, prandaj edhe e kanë përmend në këtë aspekt. Pastaj e kem rastin për shembull kur i ka përmend në libra emrat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e kanë përmend edhe emrin që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka thonë në hadithin që shembulli im edhe shembulli i pejgamberëve para meje është sikur se shembulli një ndërtese, apo edhe është ndërtu krejt, jashtëzakonisht e bukur, tërhese, ma gjepse, edhe njerëzit vinë edhe vizitojnë atë vend, edhe thojnë masha sa bukur është ndërtu, sa mirë, përveç një tulle që ka met pa e vendos aty. Edhe krejt thojnë valla shumë e mirë, po që tu pas ka met mongut, edhe që tu po do të ka një tull. E çka thot pejgamberi, ana labinatu. Unë jam çaj tulla që ka me orç aty. Tash e ka emërtu pejgamberi sa veten domthon në çat kontekst, jo që është emër i tij, po për tregu rolin e tij, pozitën e tij në vargun e profetëve dhe pejgamberëve që kanë marrë pas tij. Prandaj disa nga emra me të cilat është emërtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kanë të bëjnë me çka? Kanë të bëjnë me karakterin edhe natyrshmërinë edhe me misionin me të cilën është thirr edhe është ngarku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këto ishin do thot në lidhje me emrat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu kemi përmend që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është emërtu Muhammed dhe nuk ka qenë i njohur pra ky emër, po ka disa prej njerëzve, disa ulema kanë përmend 7 veta që i kanë të njohur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kanë pas emrin Muhammed në mesin e arabëve, edhe i përmendin me emër dhe me prejardhën e tyre. Shumica e tyre janë prej Medinës, që thash nga ndikimi i hebrejve kanë emërtu. Disa i kanë përmend vetëm 3 që kanë thonë që dihen qartë, po nuk është shumë e rëndësishme kjo. Ajo që duhet me e ditë është që nuk ka qenë një emër i njohur, po disa prej fisëve që kanë dëgju prej krishterëve ose prej jahudive, e kanë përmend, e kanë emërtu fëmijët e tyre nga dëshira që me kanë ky i zgjedhur edhe ky pejgamberi prej familjes së tyre, edhe kanë emërtu fëmijët e tyre, jo për se ka qenë i njohur pra si emër në mesin e tyre. Tash edhe nëse e shikojmë nga aspekti kjo ishte në aspektin e emrit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam,
Nga aspekti prej ardhes, ashtu që kemi sqaruar në ditët e mëhershme rreth kabiles së tij dhe prej ardhes së tij, e dim që vërtet ka qenë në nivelin më të lartë të prej ardhes. Po edhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se thotë në disa transmetime thotë në çdo lozë kur o do në dysh, domthon prej ardhe apo ai rrjedhja e Muhamedit apo loza e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam o zgjedh nga ato dy loza më i miri. Edhe kështu ka ardhur deri te familja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prej Ismailit, madje në disa transmetime thuhet prej Ademit alayhis salam, po ajo që e dim na qartë, që e kemi sqaruar edhe më herët, është që ai zinxhiri i prindërve ose i paraarzëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dihet prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam deri te Adnani, që ka qenë një nga gjyshrit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e ky Adnani ka lidhjen me Ismailin alayhis salam. Mirë, po deri te Adnani dihet do thot emër, çdo emër i paraarzit. Edhe përmendet në zinxhir, nuk e di përmend shumë, ka prej njerëzve shumë, hoxhallarëve, ulemave që e din, madje kemi shpjeguar edhe më herët, është ka edhe hartë që përshkruhet deri tek Ademi alayhis salam, po e sakta është që kjo lozë deri te Adnani dihet. Prej Adnani deri te Ismaili përmendet, po nuk është shumë e vërtetuar, që do thot emër për emër që është shumë e qartë, e tash prej Ismaili deri te Ibrahimit te Ademi prap ka disa njerëz e përmendin, po e sakta është që nuk është diçka e vërtetuar, për shkak se ka të bëjë me qindra gjenerata, për arsye se ashtu që e dim ne, nuk është sikurse që i kemi përmend më herët, ndoshta i kujtohet se te krishterët thonë që prej Ibrahimit alayhis salam deri te Ademi janë vetëm 6000 vite. Kurse te na musliman nuk është e vërtetuar kjo, bile kem transmetime që tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej Nuhit alayhis salam. Prej Ademit alayhis salam deri te Nuhi, ose deri tek para Nuhit alayhis salam, 10 gjenerata apo 10 shekuj kanë qenë që njerëzit kanë qenë monoteizëm. E keni parasysh që kanë qenë në fen e sakt që s'kan deviju. E pastaj ka hi devijimi edhe në kohën e Nuhit alayhis salam, pra ka ndodhur idhujtaria në ekstrem. Po me ata 5 personat, e pastaj ka vazhdu idhujtaria, pra sa ka qenë ajo koha nuk dihet. Pastaj ka ndodhur tufani, pra përmbytja, edhe pastaj është rifillu jeta në këtë dynjë. Prandaj janë gjenerata që është e palogjikshme me qenë vetëm 6000 vite, ashtu që pretendohet në Bibël, pra në pretendimet krishterë, tek ne është shumë më gjatë se sa. Kurse sipas vërtetimeve të historianëve në bazë të studimeve që i bojnë ato karbonin, apo diun që i bojnë ato studime, thuhet që jeta është 30000 vite, madje në pak para disa ditë lexova një shkrim që kanë gjetë edhe 90000 vite. Allahu alem tash sa ne, po do të thotë që nuk është larg kjo për shkak të atyre vërtetimeve që kemi edhe ne nga mësimet islame. Për dallim nga ato krishterë që thojnë pra që vetëm 6000 vite është në mes Ibrahimit alayhis salam edhe Ademit alayhis salam. Pra deri tek Adnani dihet qartë. Prej Adnanit e nalt nuk dihet të thot emra mbi emra, po dihet qartë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka prej anën prej Ismailit alayhis salam. Ajo që është e drejtë është që vërtet ka qenë një fis i zgjedhur, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Allahu i madhëruar ka zgjedh, edhe nga kjo zgjedhje është bë pra dalja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, prandaj edhe vazhdimisht kur është pyet edhe kur kanë pyet njerëzit për prejardhjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe vetë familja e tij edhe pasardhësit edhe njerëzit që kanë njoft, këtu s'kan pas ku më janë gjit. Për arsye se në të kalumen, megjithëse sot po tash sot është nuk është kjo shumë domthonë i kanë dhënë rëndësi kësaj shumë. Jo që Islami i jep kësaj rëndësi shumë prejardhës apo zinxhirit, po mos më i dhon me thon kushtimisht pretekst, arsye që njerëzit me njollos personalitetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për arsye se
kur kanë tentu me sulmu, kanë tentu në çdo formë me gjetë arsye për me e sulmu karakterin edhe personalitetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj edhe për shkak se s'ka pas fëmijë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, apo ka pas fëmijë edhe ka pas vajza dhe fëmijët djemt i kanë vdek, e kanë akuzuar që domthonë nuk është kurkushi, që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka muharru, që ka zbrit edhe surja Al-Kauthar, ka qenë për këtë arsye për me largu atë akuzë, me thonë kushtimisht, që ja kanë bë idhujtarët Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që puna e tij ka muharru. Thot, tash është të bë një bum, me thonë kushtimisht, po kjo kur des më kur kush s'ka me përmend, domthonë ka me qenë i harrum. Po Allah xhalla ala përmend që vërtet inna shani aka, ata të cilët ty kanë me të janë të luftu, ata ka me qenë do thotë përmendja e tyre dhe gjendja e tyre ka me qenë do thotë ata kanë me qenë gjymtuar dhe kanë me qenë do thotë humburit, e jo ti. Për arsye se ti do të përmendesh edhe do të jesh i lavdruar. Për këtë shkak edhe kjo edhe ndoshta mund të dikush me thonë që i kemi dhonë apo kemi shpjeguar shumë në çështjen e prejardhjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është e rëndësishme kjo për shkak të mund që ti fakti që Allah xhalala e ka rujt edhe çdo gjë ka qenë në mbikëqyrjen e Zotit Madhërisëm, për këtë fakt që mos me dhonë pretekst edhe arsye si njerëzit me e njollos me prejardhjen e tij, po ka qenë do thotë një prejardhje e qartë, për arsye se edhe hebrejt kur kanë dashur me njollos Ismailin alayhisalam, e kanë njollos nga ky aspekt, kanë thonë që ai është prej robëreshës, kurse na jemi prej domthonë fëmijës legjitim, me thonë kushtimisht, edhe kjo ka qenë do thotë preteksti i tyre që faktikisht kjo nuk ka kurfar baze dhe arsye për me e njollos dikun me prejardhje me personalitet. Pra për këtë shkak edhe neve dim që nuk ka asnjë vlerë prejardhja nëse personaliteti nuk është ashtu që duhet edhe nuk është besimtar i sinqert. Për arsye se njëjtin prejardhje ka pas edhe Ebu Lehebi, me thonë kushtimisht, edhe Ebu Xehli, edhe domthonë njerëzit ndryshëm që kanë luftuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, po nuk është që ajo prejardhja e tyre i ka shpëtu apo i ka bë më dallum, edhe pse ata janë krenu, po kjo ka qenë për ta vetëm me u sharru më shumë në mëkate dhe në gjunahe, e jo që ka qenë benefit për ta. Pra, nëse njeriu nuk ka karakter edhe nuk ka islam edhe nuk ka moral edhe nuk ju përmbahet mësimeve islame, atëherë prejardhja e tij nuk ka kurfar vlerë edhe nuk qen kurfar peshe. Prandaj edhe shpesh herë na ndodhum kur i dëgjojmë edhe tek na raste kur dën me kallëzu, thotë vallahu ne babgjyshi i ka fal 5 vakt namaz, ose babën e kum pas haxhi, ose këto janë pretekste që faktikisht mundet me konë një hise e rahmetit ose e mëshirës që Allah xhalla ala në ato gjenerata me nxjerr, nëse jo prej evlatëve, ndoshta prej nipave të tjerëve me nxjerr njerëz të hajrit, po asnjëri në islam asnjëri nuk e merr as barrën gjunahin e tjetrit, po gjithashtu nuk mundet me avancu, apo me arrit shpërblim si rezultat do thot i një vepre të mirë dikujt tjetër. Mundet me qenë do thot arsye sebeb që Allah xhalla ala mja qel rrugën e hidajetit edhe ai me vazhdu atë, po jo me qenë ajo esenciale edhe shumë domthonë kruciale, shumë thelbësore, që ai me qenë prej njerëzve që Allah xhalla ala i jep shpërblim vetëm pse ka prejardhjen prej atij apo prej këtij tjetri. Pra kjo nuk ka kurfar peshe nëse njeriu nuk është prej atyre njerëzve që i përmbahet islamit ashtu siç duhet. Gjithashtu çka është e nevojshme më përmend në lidhje me prejardhjen e njerëzve, është edhe ai hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, keni dëgjuar disa herë ndoshta, kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në njeri edhe ju ka anku që ka lind gruaja e tij, po ka lind një fëmijë me ngjyrë tjetër, do thotë jo që i ka përngjo as këtina as nanës, edhe ka dyshu se ka mundet me dalë ky fëmijë, edhe ka ardhur dhe ju ka anku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thonë që çka më bota ashtu ne, po dyshoj. Edhe çai ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thonë a ki deve,
Ka thonë po, kam. Edhe njerëzit, posaçërisht ajo natyrë ka qenë shumë e njohur ajo. Ka thonë, a ka ndodhur që devja e bardhë me lind një deve tjetër? Ka thonë, ka ndodhur. Çysh ndodh kjo? Ka thonë, la'alla asabahu 'irq. Ka mundësi ndonjë gjën i paraardhësve të tij, do të thonë ka ndiku. Thotë e njëjta është edhe me ty. Ka mundësi, pra trashëgimia edhe mjekësia e vërtetën këtë, mundën me kanë përgjasi me baba djalin, shumë normale, ose nana me djalë ose me vajzë, është shumë normale. Po shpesh ndodh edhe me kanë me përgjasi me gjyshin, ose me stërgjyshin, ose me dikun që ndoshta edhe nuk e njohim ne, nuk e kemi pa fare, edhe kjo ndodh me përngja. Ndodh. Edhe mjekësia vërteton, domethënë që gjenet mund mu trashëgu jo vetëm baba tek djali, po mund me kon te gjyshi i dytë apo i tretë apo i katërt apo edhe më shumë. Pra mundet me ardhur edhe tek tabiati është fjala, edhe tek dukja apo në aspekti fizik. Kjo është normale. E prandaj edhe thuhet që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka trashëguar shumë nga gjyshrit e tij në karaktere, për arsye se kemi përmend disa nga gjyshrit e tij si paraast të tij se çfarë veprime edhe çfarë kanë bë, edhe ka qenë pra kjo përmbledhja e atyre karaktereve e kanë bërë që vërtet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me qenë i kompletuar në atë formë që e kanë emërtuar pra el-Emin, besniku, edhe i ka pas ato sifate para se me u njoft tek njerëzit se si i dërguar i Allahut të Madhreshëm. Pra, këtu po e përmbyllum çështjen e lindjes së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Inshallah vazhdojmë javën e ardhshme tek jeta si fëmijë i Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, foshnje e fëmijë e tutje me lejen e Allahut. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.